diçka. Qumshti i Bletës nuk ka afat shumë të qëndrimit, ma shumë të më okurujnë frigorifer një vjetë. Kushte specifike dhe më, temperatura është shumë e nevojshme, adekuate për qumshtin e Bletës. Natyrisht, ka shumë probleme sot mjekësia nuk arrin në tru ekuilibri njeriut me intervenu me skalper, po provan si alternativ diçka me qumshtin e Bretëreshës me zbatu tek pacientat. Po për çfarë? Për çfarë? Më thënë, unë për shembull kam përdorur qumësht për imunitet. Për çfarë tjetër përdore? Bletës ka një spektër gjanëve primi që me hi nuk i nxjerr lista, on për gjitha. Për imunitet, është stimulant i trunit, për rigenerimin e qelizave, është dhe kundër plakës. Mund është me marrë një shembull çfarë mrekulli është qumshti i Bletës. Vezha një mbretëreshe që ushqehet me qumshtin e Bletës jeton 6 vjet. E njëjta vezë, nëse ushqehet me ushqim larva, ajo larvë, nëse ushqehet me ushqim Bletës punëtore jeton 30-35 vjet. Çfarë diferencë ka bo ushqimi në qumshtin mbretëreshës te e njëjta larvë. Po si ta di unë që është po blej është qumshin mbretëreshës dhe jo qumshin i Bletës zakonshme? Na vjen keq, nuk do të keni shans me ditë ku. Ma shumë shkon në formë besimi, edhe ka njerëz që ka në Shqipëri prodhues qumshtin mbretëreshës shumë serios ka. Po. Unë i një plot. Janë Gjirokastër, një atje në Apollonite, Dhërmi, një edhe ofër në periferi Tiranës, ta shemnat në divës, ta kondevin për mu. Më një njerëz serios, të cilët prodhojnë dhe shesin në mënyrë serioze? Po. Ata, Luan Merdani, për shembull, i Gjirokastës, është një mbletëres shumë profesional. Edhe mbledh qumshtin mbretëreshës, po dhe i prodhon mbretëresha. Ata një mbletëres shumë profesional. Sepse e keqja është që e gjitha është në formë besimi, nuk është asgjë institucionalizuar. Po, Ferdinand Mushkaj, gafieri, është një mbletëres shumë profesional. Edhe mire. Ju punoni me ta, bashkëpunoni, komunikoni, si funksionon? Unë mendoj që vetëm mbletëressit janë unik krejt rrugës shqiptare. As një lami shqiptarët nuk mund i bojnë bashkë. Po mbletëressit i kanë thyt gjitha barierat. Ne jem shembulli më i mirë i bashkimit trojeve shqiptare. Vitin e kaluar, ne kemi pas një takim në Prizren, mbletëressit të gjitha trojeve shqiptare. Këtu i falenderoj një ekipit mbletëressit, Naim Ibrahimi Pjolqini. Këta janë koordinator ti të bimi, Luan Pytyqi, pastaj Musmi Ramadani të Tovës, Luan Pytyqi në Prishtinë. Dhe u takua të gjithë bashkë dhe ndatë... Këta kanë qenë koordinator që i kanë mrit me i bu bashkë gjitha trojet shqiptare. Më tregoni pak çfarë bët në atë takim? Ndatë prodhimet e Bletëve këtej ande kufirit, çfarë bët ju aty? Aja ka qenë një ditë e parushme, ka qenë mësfare, shkurt ka qenë një këmbim përvojash e takim njohjen me Zvedi, ka qenë një ditë që së harot. Unë do të thësha një farforme, a i ka qenë kongresi i parë i bletërisë shqiptare. Nuk ka qenë atë formën, që të thësh, ku po dhiju në banë, hullumtime, aty, po ka qenë një fort bukur ka qenë. E kemi kalu një ditë që zëtharojnë kur bletarët. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Mund të keni rënë ju në një mendje ku bëhet mjalti më i mirë në cilën tokë shqiptare, në cilën prej vendeve tona? Po du me lidh me Kongresin Botëror Bletës. Dita e fundit ishte Global Honey Bar. Dita bari mjaltrave botërore e të botës. Aty ekspozun rreth 300 mjaltra, 300 lloje mjaltrash. Dikun morën pjesë, nëse se gaboj, kanë qenë rreth 45 shtete me kualitetet e veta.
edhe kishin rast vizitoret me një shkopi druni me shiju atë gjitha të mjaltrat. Aty ishte edhe manuka e gjitha mjaltrat që i ka dalë zoni asaj, po asë një kualitet në botë nuk është i njëjtë i mjaltrave. Asë kush nuk ka drejt me thonë mjaltra e është në e mira e nuk vjetë, nëse kejtë varet prej specifikave të renit kullosës. Asë tintë me zveti që janë afer, nuk e kanë kualitetin e njëjtë. Mjalta me mirë, për shëndetin e njeriut, është mjalta e poliflorës, ku përbërës janë shumë lloj-llojshmëria e luleve. Më falë, atëre mjalti si quhet ky lloj mjalt? Mjalti i poliflorës? Poliflorës, do në mjalti shumë lulesh. I shumë luleve, po. Po. Se për shembull, kjo mjalt që po shihni ju, është e këtë mrapas vjen poshtë, si vjetë është kjo mjalt e malit, është një cilësi e tull, nuk është e kualitetit lartë, sepse bazë e ka mjaltin që i ka mbledhë bleta për i gjetheve, starit dhe bungut edhe lajtisë ku pëdhjune. Cili është mjalti kualitetit e lartë? Mjalti kualitetit lartë është mjalti i shumë llojshmërisë të luleve. Më falë, t'ju bëj një pyetje, unë e kam kaluar këtë fazën, po shikoj që të tjerë jo. Befas në Shqipëri u çmendën për mjaltin e manukës, edhe ai shitej me çmime siç është shtrenjtë, edhe unë kam pas blerë dikur në Londër, pastaj hoqa dorë se thash më mirë të rritë mjalti i vendit tim, se mendoj që ai më bën mirë. Nuk e di. Por një logjik e kapshme. Fort një qëndrim i korrekt i juaj, nëse përket kësaj, të provojmë mjaltrat tona, është e vërtetë. Mjaltën manuka, bauk e kanë bërë punën e mjaltës manuka, e kanë ngritë në qiell analfabetët. Njerëz me probleme shëndetësore, edhe shkencërisht ajo nuk qëndron. Mjalta manuka dominon me një element që quhet antibiotik, për shkak të nektarit të lules manuka, mirë po ku po mbeshin elemente tjera, nuk është esenciale gjithmonë, nuk është emra kilit se mjalta vetëm antibiotik. Ajo duhet ketë edhe shumë elemente tjera përbërëse. Vetëm mjalta është një ushqim i cili nuk i kalon afatit, nuk primbet. Nuk prishet? Edhe nuk prishet, me mija vjetë natyrisht largë fritës. Ja, një moment, më falë. Për shembull, tani, unë pëlqej të kuptoj llojet e ndryshme të mjaltit. Për shembull, mjalti marea, ose mjaltrat e idhur, më duken mjaltra interesant. Mund të kuptoj diçka më shumë për këtë? Si vjetë ishëm tek mishtë në Shqipëri, vizitunë, para në 2 vite, nuk i ka për qarë, pasëm rast të shofim edhe kullosën në mare. Unë nuk kam drejt me folë në drejtim se nuk e di, nuk e bo analizat cila është me e mira. Në folë laboratorike. Mirë po, unë e po them, nuk ka drejt kërkush me thonë mjalta kjo është me e mira dhe kjo nuk ka, asë një kualitet i njëjtë në botë nuk është. Atëre, nuk e bëjmë kështu pyetjen. Rim të mjaltrat e trojeve shqiptare. Cilat janë mjaltrat e mira, pa bërë krahasi me kush çfarë? Cilat janë llojet e mira të mjaltit në shqiptari? Mjaltat mira janë të gjitha, por